Dhe çfarë flet kjo dhe afërsi, atë komunikim që patën të jetë afërt zoti Trump, zonja Osmani dhe zoti Rama? Flet për atë miqësinë, për mirëkuptimin që presidenti Trump e ka për vendin tonë dhe kombin tonë, përkatësisht Kosovën dhe Shqipërinë. Flet për afërsinë që presidenti Trump e njeh Kosovën, e njeh çështjen e Kosovës, e njeh atë që Kosova mund ta bëjë. Kosova do ta ketë rolin e saj kryesor në këtë bord paqe, në atë mënyrën që ne jemi një shembull shumë serioz për atë që do të ndodhë në Gaza. Ne ishim në atë pozitë gjatë luftës, mbas luftës së Kosovës me Serbinë, dhe është një shej pozitive se si është rindërtuar Kosova, se si janë rindërtuar institucionet demokratike, se si është rindërtuar një polici që sot përmendet në gjithë Ballkanin perëndimor, që është shembull në fakt i një policie si është ndërtuar si policia jonë e Kosovës në Ballkanin perëndimor, dhe mendoj që kjo tash e fut Kosovën në një si themi në një peshë tjetër në gjeopolitikën botërore, ku aty kishte edhe vende që nuk e njohin Kosovën, dhe këtë që sot Kosova të jetë aty, unë mendoj që është punë e kryer edhe për ata. Mund të ketë ndryshime të mendimeve mirë, po de facto është një pranim i Kosovës si shtet i pavarur dhe si kontribues në gjeopolitikën botërore. Zoti Mulliqi, dua t'i pyes edhe për përmbajtjen e fjalimit që kishte kryeministri i Shqipërisë Edi Rama, që në një pjesë të këtij fjalimi u lot presidentit amerikan Donald Trump që të bëjë diçka sa i përket ish-presidentit Hashim Thaçi dhe të tjerëve që po gjykohen në Hag. Si e interpretoni ju këtë kërkesë të tij? Me të vërtetë ishte një mënyrë magjike e përdorjes kohës së tij kryeministri Rama në drejtim të gjykatës speciale që ka po ndodh atje. Zoti Rama e futi në mediat botërore dhe e futi në pamjen primare të presidentit Trump dhe të gjithë të drejtuesve botëror, se që çështja e gjykatës speciale që apo ndodh atje është e padrejtë, nuk mund të gjykohet liderit ton politik që janë atje në mbrojtje të pragut dhe familjeve tyre. Është një gjykatë që nuk është e drejtë, është politikisht e motivuar, siç e kemi parë prokurori apo drejtori kryesori i asaj gjykate Jack Smith 4 vitet e fundit që ka qenë atje, edhe pasi ka ardhur atje dim çka ka bërë këtu kundër presidentit Trump, kështu që ajo edhe tregon edhe për vetë formën e asaj. Unë mendoj që presidenti Trump do të reagon shumë shpejt, siç e dim, ai është njëri shumë i nxanun, dhe mënyra se si kryeministri Rama e bëri atë pikë aq serioze dhe aq e pruri, si themi, në rreshtin e parë të fjalisë, unë mendoj që presidenti Trump do të inkuadrohet, do të ndikojë dhe do të ndikojë pozitivisht që